Në vazhdim do të flasim për një temë shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë, si mund të rrisin OJF ndikimin e tyre real në shoqëri. Në një botë ku nevojat janë të mëdha, roli i organizatave jo fitimprurëse është thelbësor, por suksesi i tyre nuk matet vetëm me numrin e projekteve, por me ndikimin e vërtet që ato sjellin në jetët e njerëzve. E ftuara jon sot është Ardita Shehu, eksperte finance, konsulente për OJF-t, e cila do të ndajë me ne eksperiencën e saj mbi menaxhimin financiar, transparencën dhe mënyrat konkrete për të rritur ndikimin. Mirë se na erdhe në studio, Ardita. Faleminderit Enela për ftesën, është kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne, kemi për herë të parë, vlerësojmë shumë që je shkputur nga puna jote, nga ngarkesa për të qenë këtu këtë mbrëmje. Pyetja ime e parë për ty është çfarë të ka motivuar që të punosh me OJF-t? Faleminderit për ftesën, edhe faleminderit për këtë pyetje, se në fakt është e rëndësishme. Puna me OJF-t ka filluar që prej vitit 2000, ku takimi im i parë me nismat jo fitimprurëse ka filluar në një shërbes që kam pasur bashkë me antarët e kishës Udha Shpresës, ku bëja pjesë në atë kohë në Burg. Ne organizonim studime biblike me gratë në Burg në atë kohë. Dhe në 2003, pasi kam mbaruar studimet për ekonomik, isha në kërkim të një pune ku mund të shfrytëzoja dhe të përdorja njohuritë e mia. Dhe kisha Udha Shpresës, ku ishte antare, ishin në kërkim të një punojëse kishe. Dhe mu besua disa përgjegjësi, dhe ndërmjet tyre ishin disa përgjegjësi administrative dhe mbajtja e librave financiar. Kështu që prandej pastaj në 2008 kam filluar të punoj si menaxhere financës tek SHKBSH-ja, Shoqëria Kristiane e Burgosëve të Shqipërisë, dhe përveç asaj, paralelisht edhe me organizata të tjera jo fitimprurëse, siç janë fondacione, shoqata, edhe me kishat kam punuar gjithashtu. Pse jam e motivuar të punoj për më shumë se 20 vite të shërbej në këtë sektor? Sepse Enela, unë realisht besoj që shoqëritë e forta influencohen nga OJF-t e forta. Nëse një shoqëri e fortë do të karakterizohet nga antar aktiv që kontribuojnë për përmirësimin e shoqërisë, OJF-t në fakt janë zgjatimi i shoqërisë. Janë një grup njerëzish të cilët e kuptojnë problemet e shoqërisë, i ndjejnë thellësisht efektet e saj, e këtij problemi, dhe angazhohen për ta trajtuar dhe adresuar këtë problem. Mbase, jo për ta zgjidhur plotësisht, sepse varet nga problemi, por edhe për të ndikuar, për të lehtësuar në efektet negative të këtij problemi. Dhe kush mund ta bëjë më mirë këtë gjë se sa shoqëritë jo fitimprurëse që janë zgjatimi i shoqërisë. Unë do t'i konsideroja OJF-t si një qiri, që tamam si qiriu kur konsumohet, dritën që lëshon nuk e lëshon për veten, e lëshon për ata që e rrethojnë. Dhe sa më e konsoliduar të jetë një OJF, aq më shumë dritë jep shoqërisë që e rrethon. Kjo është ajo që më motivon. Sepse nuk është se kam dëgjuar që të flitet shumë për OJF-t edhe për ndikimin e tyre, është temë shumë interesante të dim rreth aktivitetit edhe rreth kësaj drite që një OJF mund të lëshoj. Tani nisur edhe nga eksperienca jote kaq vite me OJF-t. Cilat janë disa sfida që përballen? Po, mendoj që OJF-t, por le ta sqaroj këtë në fillim. Ju mund ta keni dëgjuar ndoshta me emrin shoqëri civile, ose fondacionet, ose shoqatat. Edhe kishat janë një formë OJF-s. Disa grupe të ndryshme e shikojnë OJF ndryshe. Për shembull, le të themi që gjykata e shikon si një person juridik që është i angazhuar për të zgjidhur një problem. Organet tatimore e shikojnë si një person tatimor që duhet të plotësojë disa përgjegjësi tatimore. Ndërkohë që realisht një OJF, si thash dhe më përpara, është një grup shoqëror i angazhuar për të sjellë ndryshim. Pra sfida që kanë OJF-t është të mos fokusohen vetëm për realizimin e disa aktivitete të bukura, të mirë organizuara, por të ekzistojnë për të sjellë ndikim në shoqëri. Po çfarë është një OJF me ndikim? Një OJF me ndikim është ajo OJF që është e ndërgjegjshme për efektet e punës së saj, e ndërgjegjshme për efektet e ndërhyrjes së saj, që këto efekte janë të shtrira në kohë dhe në hapësirë. Kjo do të thotë që përfituesi i cili shërbet nga kjo OJF është një përfitues i cili nuk përfiton vetëm për një periudhë të caktuar kohë gjatë aktivitetit, por edhe kur largohet nga shërbimi i saj. Nuk përfiton vetëm ai, por edhe personat e tjerë që e rrethojnë. Kështu që sfida e parë është që kjo OJF të jetë me ndikim. Një sfidë tjetër që është e lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me këtë janë qëndrueshmëria financiare.
në përgjithësi OJF-t në të gjithë botën, por edhe në Shqipëri patjetër, kanë sfidën të paturit burime të vazhdueshme. Dhe jo vetëm një lloj burimi, por të ketë diversifikim të burimeve financiare. Dhe kjo është një sfidë të cilën në eksperiencën time donatorët për shumë kohësh i kanë sfiduar organizatat në Shqipëri të gjejnë burime të tjera të diversifikuara që mund të jetë në formën e bizneseve sociale, mund të jetë në formën e shërbimeve dhe produkteve që ato shesin. Dhe kjo është një sfidë reale në fakt për qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë e OJF-s. Një sfidë tjetër janë mungesa e lehtësive tatimore. Unë shpeshherë dëgjoj OJF-t që ankohen ose ndihen të sfiduara nga kuadri ligjor, që jo gjithmonë është fuqizues për OJF-n që të operojnë në gjithë potencialin e saj. Një sfidë tjetër që e kam vënë Nela është edhe fakti që OJF-t janë në kërkim të gjetjes së identitetit. Sepse realisht që do të thotë, një OJF e di shumë mirë pse ekziston. Di ti kthej pyetjes kush jam, çfarë problemi zgjidh, dhe nëse ajo që ofroj sjell realisht ndryshim në jetën e individëve. Dhe gjetja e identitetit është një sfidë e madhe për të gjitha organizatat në stadin e parë. Një sfidë tjetër është që kjo OJF të jetë në gjendje që të pranojë vetë zhvillimin. Sepse vetë zhvillimi dhe mungesa e rritjes së kapacitetit pengon inovacionin. Çfarë unë kam parë në gjithë eksperiencën time është që kam parë që OJF-t që mbase janë që operojnë më shumë se 10 vite, 20 vite, nuk përpiqen të sjellin ndryshime dhe angazhohen shumë, por zgjidhjet e tyre jo gjithmonë përputhen me nevojat e problemit, sepse problemi ka marrë nuanca të tjera ndoshta. Dhe ajo që mund të ndihmojë organizatën të ofrojë një zgjidhje inovatore vjen për shkak se ajo zhvillohet në një version tjetër të vetës që nuk ka qenë më përpara. Dhe rritjet e kapacitetit janë shumë të rëndësishme në këtë aspekt. Këtë nevojë e kam parë dhe kjo është arsyeja që kam organizuar disa module për ngritjen e kapaciteteve të OJF-ve, edhe së fundi kemi përfunduar OJF me Ndikim Academy, që ka në fokus kryesisht fuqizimin e drejtuesve për të nxitur OJF-t me ndikim të avancojnë edhe të japin ndikim në shoqëri. Po, dua të theksoj të ndalem tek një pikë. Sa i rëndësishëm është menaxhimi financiar në suksesin e një OJF-je? Luan një rol tepër të rëndësishëm menaxhimi financiar për qëndrueshmërinë dhe suksesin. Procesi i menaxhimit financiar realisht përfshin mbledhjen e të dhënave, përpunimin dhe menaxhimin e tyre dhe analizën e të dhënave për vendimarrje të zgjuar dhe raportimin e tyre me vërtetësi. Ky është një proces i menaxhimit të financave, të cilët nevojitet që çdo hallk të mund të ushtrojë vlera si transparenca, integriteti edhe llogaridhënia. Është shumë e rëndësishme. Donatorët janë në kërkim të OJF-ve që e kuptojnë rëndësinë e menaxhimit të financave, e kuptojnë rëndësinë e administrimit të ardhurave që ata kanë dispozicion. Sepse në eksperiencën time, duke marrë pjesë në shumë auditime, ata janë në kërkim të OJF-ve, të cilat janë të ndërgjegjshme për këtë rol që kanë në shoqëri, por edhe donatori ka rol në zgjidhjen e problemit. Dhe kur ai jep një fond, nuk jep vetëm fondin, jep edhe përfaqësinë e tij në adresimin e problemit. Mënyra se si administrohet ky fond i tregon donatorit që kjo organizatë është e denjë për ta mbajtur këtë drejtë dhe këtë përfaqësi. Interesante, po mësoj më shumë rreth OJF-ve. Kush janë disa nga gabimet më të zakonshme që nga eksperjenca jote për menaxhimin e fondeve të një OJF-je? Unë të thosha në kuadrin e pyetjes edhe të parë menaxhimit të fondeve, një ndër gabimet që shumë OJF bëjnë është mos investimi në infrastrukturën financiare. Që kjo përfshin në ngritjen e një sistemi financiar dhe ngritjen e procedurave dhe politikave të sistemeve të kontrollimit dhe të monitorimit të financave në një mënyrë të tillë që e ndihmon organizatën të performojë më mirë. Dhe është një term teknik, sepse menaxhimi i financave është një proces teknik por edhe strategjik. Kështu që kjo është mendoj gabimi i parë që përpiqen. Në stadiet e fillimit mund të jetë i thjeshtë, por ndërsa organizata rritet, ajo duhet ta zhvillojë këtë gjë. E dyta është dhe ka të bëjë kryesisht me vendimarrjen. Shumë organizata jo gjithmonë e kuptojnë rëndësinë që marrja e vendimeve financiare nuk duhet jetë e centralizuar vetëm tek një person i vetëm.
Në stadiet e fillimit të organizatës, kjo është e kuptueshme, sepse mund të jetë 1 ose 2 persona që e bëjnë këtë funksion. Por ndërsa organizata arritet, është e rëndësishëm decentralizimi i këtij autoriteti, që shtresat të ndryshme të hierarkisë të mund të marrin përsipër të kontribuojnë në vendimarrjet financiare. Kjo është një gjë tjetër që kam vëre, nëse më lejon. Jo të gjitha organizatat janë të gatshme të japin një bilanc vjetor, që është një raportim vjetor, një detyrim ligjor që çdo subjekt duhet të japë një raportim vjetor. Por mosdhënia e një raportimi vjetor, një bilanci tek autoritetet ligjore tatimore i bën më shumë dëm OJF-s. Dhe arsye pse them këtë gjë është sepse në moment që OJF-ja angazhohet të japi këtë raportim, në një farë mënyre, personat që janë të përfshirë në OJF, qoftë punojësit, qoftë partnerët, qoftë donatorët, shikojnë që organizata nuk e bën këtë për shkak të detyrimit, po sepse këto janë vlera që e udhëheqin organizatën në çdo aspekt. Pra e ndihmon vetë organizatën të fuqizohet në këto vlera. Është një reputacion shumë e mirë për organizatën. Pra si mund të ndërtohet transparenca dhe besimi me publikun, me donatorët? Po, mendoj që organizata duhet të jetë e ndërgjegjshme që ajo vëzhgohet. Mendoj që gjithë donatorët që duan të ndihmojnë në ecurinë e organizatës, shikojnë aktivitetin e saj. Dhe si ndërtohet ky besim është shumë e rëndësishme. Mjafton që organizata të kuptojë se është thirrur të bëjë atë për cilën është thirrur të bëjë. Të bëjë atë që thotë se bën. Kështu që gatishmëria për të operuar me integritet në të gjitha aspektet, në dhënë raportime financiare, në mënyrën se si ajo ngre projekte që janë jetë ndryshuese, është shumë e rëndësishme. Sepse studimet tregojnë Nela që donatorët më besnik, baza mund të jetë ai personi me cilën ti takon shpesh, mund të jetë përfituesi. Dhe nëse një përfitues është shërbyer, bazuar në vlera, në integritet, në dashuri, në përkujdesje, në llogaridhënie, ai mund të jetë donatori më besnik i OJF-s. Ja kështu rritet besueshmëria e një OJF-je. Shumë e bukur kjo. Ndërkohë, cili është ndryshimi mes aktivitetit dhe ndikimit real në një projekt? Shumë organizata harxojnë energjitë e tyre duke realizuar aktivitete të mirë organizuara, me raportime profesionale, me foto me të cilësie të mirë. Dhe qëndrojnë këtu. Ky është rezultati, matja e rezultatit të punës së tyre. Por realisht organizatat janë thirrur të shkojnë përtej kësaj. Ka më shumë. Ka më shumë. Unë e konsideroj aktivitetin si një inkubator, në cilën përfituesi përshkruan një udhëtim, dhe ky është udhëtimi i transformimit të tij, nga gjendje negative në një gjendje të përmirësuar. Por se çfarë ndryshimi rrjedh nëpërmjet këtij udhëtimi transformues, kjo e bën organizatën të jetë ndikuese. Për shembull, do t'jap një rast, unë jam nënë 3 fëmijëve dhe më i voglin e kam 6 vjeç. Jemi duke mësuar shkronja tani. Një aktivitet do ta konsideroja që unë mësoj Elion të njoh shkronjat. Dhe kur ai kalon rrugës, i shikon ato dhe i thot. Por nëse dua të ndikoj tek ai, unë i mësoj atij si të bashkoj shkronjat. Dhe pastaj nga bashkimi i shkronjave krijohen rrokjet dhe pastaj fillon dhe lexon. Do t'jap një rast konkret në lidhje me këtë? Si mund ta lidhësh? Po, për shembull, po t'jap një rast konkret që unë e dëgjoj shpesh nga kolegët e mi që punojnë me organizatën fitimprurse. Nëse ti një kapelan i cili punon në burg, në shërbesën e burgut, ai shkon në mënyrë të vazhdueshme çdo të mërkur për të bërë një studim biblik me një të dënuar. Ai po bën një aktivitet. Kaq, nëse shkon çdo të mërkur, rezultatin ai e ka arritur. Por në këtë aktivitet, ai vazhdimisht monitoron ecorinë e të dënuarit dhe shikon që nga fjala e besimit, në besimin në Krishtin, ai ndryshon mënyrën e të menduarit, të jetuarit. Dhe është histori reale. Të dënuarit marrin telefon familjar të tyre dhe thonë gjej kishën në të afërt dhe shko dhe vazhdo i pjesëmarrëse e kësaj kishe. Ndërkohë që i dënuari pashtë del, jeta e tij ka ndryshuar plotësisht. Ai angazhohet në jetën e kishës, ai fillon një punë të re dhe mund të themi që ky është rasti tipik që kjo organizatë është e kujdesshme jo vetëm të realizojë një studim biblik, por të sjellë ndryshim në jetën e individit
dhe të familjes së tij, dhe të komunitetit ka e bën pjesë. Po, pra një ndikim zinxhir për që ka frute. Eksakt. Frute të dukshme. A mund të matet ndikimi i një OJF-je ose si mund të matet, pra shkalla e ndikimit të saj? Jo të gjitha OJF-t e kuptojnë rëndësinë e matjes së ndikimit. Kështu që gjëja e parë është të kuptosh rëndësinë që ky është një proces i rëndësishëm për ta monitoruar ecurinë e ndryshimit të individit, edhe gjithashtu për ta vlerësuar atë. Ka metodologji të ndryshme që mund të ndodhë, kjo mund të bëhet për shembull nëpërmjet pyetësorëve, mund të bëhet nëpërmjet dëshmive, shikojmë si ka qenë jeta e individit para dhe si ka ndryshuar. Por përtej një procesi teknik, ajo çfarë është e rëndësishme është që organizata e merr rezultatin e këtij vlerësimi dhe përmirësohet në qasjen e tij, në qasjen e saj. Dhe patjetër që ky është një proces që kërkon kohë, është proces afatgjatë dhe organizata duhet të jetë e ndërgjegjshme dhe të jetë e përkushtuar për ta vëzhguar përfituesin nga larg dhe të përmirësohet në qasjen e saj. Ardita, nga eksperienca jote, çfarë roli luan bashkëpunimi i një OJF-je me institucionet, qoftë me bizneset, për të pasur ndikim? Kjo është një pyetje kulmore dhe të falenderoj për këtë, sepse ky trinom është shumë i rëndësishëm në procesin e ndikimit. Bashkëpunimi ndërmjet tyre lehtëson ndikimin, sepse gjërat nuk mund të realizohen dot vetëm. Po jap një rast konkret. Po krijoj një fenomen që ndoshta e kemi dëgjuar. Le të themi që është rritur papunësia e të rinjve, të cilët jetojnë në zona rurale, për shkak se aftësitë e tyre nuk përshtaten me kërkesat e tregut. Dhe ne kemi dëgjuar qoftë në lajme apo edhe në bisedat personale, biznesi thotë që është në kërkim të një stafi të përgatitur. Ndërkohë që institucionet shtetërore hartojnë politika, hartojnë trajnime të ndryshme, por janë të përgjithshme, jo të specifikuara në qasjen që sjellin. Vjen OJF-ja, e cila është fokusuar për të ndihmuar të rinjtë të integrohen në shoqëri dhe e kupton këtë hendek. Dhe fillon dhe shikon me kujdes të gjithë aktorët çfarë kanë, çfarë mund të japin dhe çfarë mund të plotësojnë në këtë gjë. Kështu që ajo fillon dhe bën një vlerësim të aftësive, pyet biznesin dhe krijon trajnime të përshtatshme për këta të rinj në zona rurale. Bën trajnimin për 6 muaj dhe vazhdimisht monitoron, shikon ndikimin dhe vlerëson, dhe ndërkohë krijon uralice me biznesin, që kur i riu të dali prandej, të mund të filloj punë ose ndoshta një praktik dhe ata që fillojnë fillojnë punën. Ndërkohë që si ndërhyj shteti. Shteti certifikon trajnimin. I jep akses të rinjve të trajnuar të marrin pjesë në aplikimin e zyrat e punës. Ky është rast fantastik për të parë që nuk përfitojnë vetëm të rinjt, organizata zhvillohet, por gjithashtu edhe biznesi është i kënaqur sepse ka një staf të përgatitur. Shteti është i kënaqur se ka këtar aktiv që kontribuojnë në përmirësimin e shoqërisë. Kjo është shumë e rëndësishme në zinxhirin, si shtatë edhe ju, të ndikimit. Ke një shembull konkret se si një OJF ka arritur të ketë ndikim në komunitet, si për shembull, ose çfarë? Po, kam 2 raste konkrete. Fakt, organizata të krishterë që bën një punë fantastike. Por dua të përmend Radio 7 patjetër, me gjithë këto vite edhe programi juaj është i pa kundërshtueshëm, i pa diskutueshëm ndikimi juaj. Një tjetër organizatë me cilën kam shumë vite që punoj është SHKBSH-ja, Shoqëria Kristiane e Burgosërve e Shqipërisë. Atë e kam parë që nga fillimet, në gjitha stadiet e zhvillimit, gjithashtu është edhe Teen Challenge Albania, edhe këtë organizatë të 2 këto raste i kanë vëzhguar se si janë rritur, dhe që në fillim kanë qenë të fokusuar dhe të qëllimshëm në ndërtimin e strukturave, jo vetëm financiare, por edhe të organizative, në krijimin e projekteve jetë ndryshues në individet. Vazhdimisht e kanë monitoruar këtë gjë, pavarësisht nga sfidat financiare, pavarësisht nga sfidat organizative, se çdo organizatë ka vështirësitë e veta. Por unë dëgjoj çdo ditë dëshmi të personave, e përmenda pak më përpara, të cilët kanë ndryshuar jetën e tyre dhe familja është ndikuar, komuniteti ku ata jetojnë tani ka efekte pozitive. Dhe kështu do të jetë ndikimi i vërtet në shoqëri, në komunitet. Ndërkohë, çfarë këshille do t'u jepje të rinjve që duan të bëjnë një ndryshim në shoqëri? Në fakt, kjo është një pyetje fantastike. Sa dëshirë fisnike është kjo? Ne jemi në kërkim të brezit të ri
që ka këtë qasje ndaj shoqërisë, ndaj ndryshimeve. Unë do të thosha që ta ushqejnë këtë ndjenjë, duke filluar të jetojnë një jetë që ja vlen të imitohet. Dhe të marrin pjesë në ndryshime të vogla, në gjëra të përditshme. Sado të vogla të jenë këto ndryshime. Unë do t'i këshilloja të investonin në veten e tyre, në aftësi, të investonin në integritet edhe në aftësi të buta, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe të angazhohen në nisma jo fitimprurëse, të përfshihen në shërbesat e kishës, në organizatat jo fitimprurëse, sepse besojnë atë gjë që përfituesi i parë do t'jenë vetë ata. Sepse ne besojmë në fjalët e Zotit Jezus, ka më shumë gëzim të japësh se sa të marrësh. I inkurajoj të rinjt ta provojnë këtë udhëtim fisnik edhe ndikues. Të falenderojmë nga zemra, dhe vërtet kjo intervistja ka vlejtur. Jo vetëm për të mësuar se si funksionon një OJF, por në fakt brenda punës së një OJF ka vlera, ka ndikim, ka gjëra të mira. Duhet i dim edhe. Shumë bekim, faleminderit për çdo fjalë që na the këtë mbrëmje. Të falenderoj edhe një herë për ftesën e re, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, shumë bekime në punën tënde. Ishim Ardita Shehu, ekspert e financë, konsulente për OJF-t. Të dashur miq, ndikimi i vërtet nuk vjen vetëm nga dëshira për të ndihmuar, por nga përkushtimi, integriteti, menaxhimi mirë i asaj që kemi në dorë. Mos harroni se cili prej nesh mund të jetë një bekim për dikë tjetër. Kalofshi bukur, takohemi në programin e radhës.